ka përplasje mes liberalëve dhe konservatorëve, sepse konservatorët duan familjen, duan vazhdimsinë, sepse familja përkthehet në vazhdimsi, qëllimi i popullatave, qëllimi i çdo popullate, i çdo individi brenda popullatës është të vazhdoj llojin e vet. E kena në gjenezë, është gjenetike. Qëllimi jonë është vazhdimësia. Dhe këta duan ta shkëpusin, duan ta prishin edhe këtë gjën e vetme që na ka dhënë Zoti. Miksi kulturave. Shkëmbim kulturash, asimilimet, se ne na kanë bërë asimilim, na kanë thënë asimilimi, kanë çu gjithë shqiptarët të punojnë nëpër botë dhe sjellin filipinez sot. Pse? Me humbet atë cop tradit. Kanë ndonjë për Europë, nuk edhe atë cop tradit, që ne kena shumë të bukur. Tradita shqiptare është vlerat që ka kombi jon janë duhet të jetë e mbrojtur. Po. Dhe kam thënë edhe aty kur patëm atë diskutimin për komunitetet, që edhe komunitetet, pavarësisht që janë të lindura se kanë ekzistuar në Greqinë e lashtë, domethënë në çdo lloj epoke kanë ekzistuar, sepse janë jo mutacione, se janë gjëra normale, por është gjë e lindur që ti nëse ke numrin e ke estrogenin më lart, ti do prihesh sillesh si femër sepse është pjesë e natyrës. Dhe janë gjëra të lindura dhe unë të lindura nuk e kundërshtoj dot se e ka fal tjetër kush. E ka fal i njëjti që më ka fal edhe mu, që ka fal edhe këtë, edhe atë, e unë atë nuk e kundërshtoj dot se kundërshtoj veten. Trajnimi me u bos. Pastaj, kam thënë këtë tjetrën që nëse ti je 40 vjeç, 30 vjeç, edhe thu prit herë ta provojun edhe këtë tjetrën se masë më lezeton, aty është sistemi pastaj. Aty është sistemi, po gjëja e lindur është e lindur. Po pastaj kuriozitetet e njerëzit, unë nuk se ka bota gjëna shumë me eksploru, pa hy atyre tjerave. Po që janë tema delikate që hall me i fol, hall mos me i fol, kur si flet, jo po pse, kur i flet gjuhën, domethënë janë kam qef të reagoj për çfarë. Edhe prandaj njerëzit sot kanë frikë me reagu, se të bëjnë cancel culture, që është se ti e flet një mendim tëndin, prishë shoqëria më fillo deformimi. Është e papranueshme që sidomos se ne do shkojmë 40-50 vjeç. Edhe nëse vazhdo ky ritëm i ndryshimit, i deformimit të shoqërisë me këto opinione, me këto mendësi, ne kur shkojmë 50 vjeç nuk do njohim më, nuk do dim domethënë. Se çfarë banon na përbot, do na duken çdo gjë. Nëse shqiptarët kanë arritur me rrit traditën në pushtimin 5 shekuj, 2 tjerë, 1 tjetër, nëse ndër shekuj e kena rrit. Kjo miksi kulturave tani. Nuk mendoj që do humbet, do iki nga këta faktorë. Ti jemi ne brezi që po e humbën po humbën luftën. Po ashtu i bie. Kanë qenë rregull, kanë marrë deri tani. Edhe me të folmen gjysë anglisht, gjysë shqip, gjysë italisht. Jam thonë, në Mallkunja i bi shqiptari, ka thonë, që këtë gjuhë perenis, trashëgim që në leaparit, trashëgim si Elena i fëmis. Ati ju thas për goja, që e përbuz këtë gjuhë hynore, e në gjuhë huj kur s'është nevoja, fletet vetën lërë mazdore. Ka thonë tjetri që ka kontribu në këtë gjuhë. E din ata se si e kanë. Edhe Delmoz Ahmeti aty dhe thot Ismail Kadareja thot nuk e meriton famën që ka. Ismail Kadareja ka bën neologjizma, ka fut neologjizma në fjalor shqiptar. Ka fut neologjizma, ka kontribu, ka kriju fjalë me prapashtesa, për shumë qëndrushëm, takushëm, domethënë ka fut nën kres, jastëkut që vjen nga turqishtja e quhet nën kres, nën kry, kur bim me fjet. Ka fut fjalë, ka kontribu në gjuhën shqipe dhe unë, Ismail Kadare, në tjetë më keq i botës, vetëm për kontributin që ka dhënë për gjuhën që unë e flas, nuk i bi dot. Lem pastaj prillin e thyer, që ndoshta Moza e ka, shkrimin, nuk du ta krahasoj se nuk janë të krahasueshëm, ama unë kam lexuar edhe Mozën edhe Kadaren. Moza shkruan si Hygoja. Moza shkruan me krahasime, shkruan me përshkrime gjata, fut edhe fjalë të tjera, është më franceze në stil të shkruarit. Prilli i thyer Ismail Kadares me lexuat libër, të jep emocione që s'ta i pasi libër tjetër, se flet për Gjorgun, që është një djalë në Malsi, bëhet fjalë, që i vrasin vllajën. Dhe babi vet, sipas kanunit, flet për kanunin, ka qenë që
ti, këmishën me gjak, që ta ka vra vllajën, e varë në qati, dhe nëse njollat e gjakut i bëhen kafe, pa ja marrë gjakun, ti si e burë. Nëse fillon i nxihet gjaku në këmish, edhe ti nuk e ke marrë hakun, ti nuk je burë. Dhe Gjorgu i shkret, nga presioni i shoqërisë i kanunit, detyrohet me shku me vra dikë që nuk don me vra. Edhe flet për se si e kanë për anën tjetër të medaljes kanunit, sepse bota nena ka, edhe sa ka vlerësu kanunin, edhe e ka gjyku, ama se këta janë ligji i xhungles vrit o të vrava, e ka tregu anën tjetër të medaljes me atë libër, edhe ka prezantu shqiptarin në një formë tjetër, që ne nuk kena dasht me vra, ama babi i vet i Gjorgut, çdo mëngjes kur çohej e rëndonte, si puna e babit të Kafkës, të Metamorfoza, që çdo mëngjes i hej pa aftë, edhe babi i Gjorgut, gjithmonë i thoshte shikon njollën e gjakut, domethënë njerëzit e kanë bën nga presioni, është mundu me ja shpjegu botës, që ne kena bën nga një presion që nuk e kena vendos vetë, në një shpirt, nuk kena dash me vra tjetrin se na ka vra. Ama ka qenë një presion, edhe ti këtë gjë që Kadareja e ka fut, ti nuk e hedh dot poshtë vlla. Ti nuk e bën dot. Shkruaj çat dush ti, dola të blej një terme, kur t'jem përsëri voglushe, me iluzion. Këto janë iluzionet njerëzve të bukur, gjitha fjalët që i ka në për librat e vet, që janë shumë nuk si autore është e mirë. Ama nuk mundesh ti me humbë vlerën dikuj që ka kontribuar në gjuhë shqipe edhe në prezantimin e shqiptarëve në botë. Është një histori, ka hyrë një histori, është legjendë. Po pra? Janë këto kritikuesët e artit, me pak fjalë. Unë them mendimin tim si lexuese. Mushte gjithë poshtë divanave, atyre minderave kishin pjeshka për shembull. Një sezon pjeshka, sezoni mollo, sezon prisheshin dhe kush i hante. Po, për që ata të ka thonë. Dhe vetëm ideja që ta jep me imponim, plus që jeta ishte një jetë shumë pasive, kupton, nuk ishe as aktivitet, as stimul social, as i gjë, komunizëm o vlla. Nuk e ke iden, po s'ta shpjegoj dot, nejse. Edhe ishe i fikur, ndjeje ajo pesha, i gjithë shka e. Edhe thashun, po si t'ja boj mor vlla, si t'ja boj që ta heq këtë reçel, se më çmeni. Edhe një dal nga shtëpia, edhe pse kishte mikrobe, dal edhe i mbledh ata kalamajt gjithë lagjes. Po kishte shtresa që ishin dhe fukarej. Edhe i them, hajtë se kam bërë reçel, mani radhën ke dritarja, do t'ju jap gjithëve me hangër. Edhe u mblodhën aty zagari, garush dhe në fu, na, i mlodha i lava tasat në fund, kalama. Sa gangstere ja. Shkoj kaj pata, u knaqën, u bo një fest aty me reçel, nuk e ki, reçel qërshie. Kishim pa ato në herë në për shpia reçel qërshie, kështu të bon të këpave, se ne kisha ato dy prindrit profesor, ishin rrogat e mira në atë kohë. Edhe të profesorëve. Hangrën e pinë, ngelin, doshin me maru, jo, i thashun, këtë të fundit, do t'a lej pak se nuk e beson. Unë se kuptoj sa budal, si e besoj, dhe vjena i ndarkin shpi, i thot mami, Mimoza pas ka bo kërdin, pas ka hangër sot mirë, ka hangër gjithë në tjelin. Ua, Lali, si pas ka ngrën qupa gjithë reqin, po, të mos ka gjetur jo birë, më thoi, jo, po së regosha kur, u knaqë, kështu ja bëra. E babin, bëjsha truke shumë se... Gangstere je, pa rara. Kisha gjysha nuk e doron të babin. Nuk e doron të fare, i qunë të malok. Ku merdi maloku nga anës më mori qupën, thoshte, ma fiku. Edhe nuk e babi, se kur gjitha lëvizjet i kishte kështu të egzagerume. Qeshte, kur bërtiste. Ishte, do me thënë, qoftë dhe mas fizike, jashtëzakonisht e madhe, ishte për gjyshen time që ishte shumë e qytetërume, ishte një egzagerim njerëzor edhe psiqik. Dhe thoshte, kur ajo kishe jetu luftën e dytë botërore, dhe thoshte, e ka hien më të rëndë se Gjermani, thoshte për babin. E mirë. Tashi, qëllimi saj ishte si ta ndante mamin nga babi.
Mirë po unë tani, si do që t'ishim prindrit, unë i dojsha. Edhe i dojsha të dy bashkë dhe fillova të shqetësohem shumë. Edhe pse ajo mu më lavdronte, më thoshte, kjo është tër unë, është si unë me i fjalë, tër unë. Tër unë. Unë se durosha do të kur e thoshte këtë, se nga që ishte me topuz dhe e hershme, thosha unë nuk jam ashtu, tër unë. Po nejse, qa ti boj kësaj? Kjo tash ti, kur vinte kjo, se e thrisnim këto xhaxhallarët, do me thonë vëllezërit e babit e thrisnin perandoria, se vishe me kostume ishte, ti nuk e ke iden që ishte. Na qunë të fshatar. Moza? Edhe, na qunë të fshatar. Fshatar me shkollë, fshatar pa shkollë. Ju jeni fshatar me shkollë, thoshte. Në thoshte me, pa. Edhe, i mante flokët këshu, të mbledhura, topuz me një tel. E kishte një tel në formë uje, ku di unë ku e kishte gjetë atë? I kapte dhe i mlithë kështu topuzën, a dilte, mamaja, gjithë to. Te to Olga është banale, aq ashu ishte. Nejse, qa ti boj kësaj, qa ti boj kësaj? Të jam marrë thash këtë telin, do t'jam qef. Mirë po ishte ora që të shkonte me bo vizitën e tensionit. Gjakut, se ishte me tension. E ke parasysh është? Po. Tensionit i thoshte tension. Tension. Ja me tension, thoshte. Edhe mirë, fillon kjo, bëhet gati, vishet, ashti do krifte flokët, po flokët ju thoshte leshra. Do krej qik leshrat, më tha mua. Mirë, nëna i thashu. Edhe tha, po sikur s'po gjej telin me Moska, tha, nuk po gjej telin. Edhe, Moska, po nuk po gjej telin. Edhe i thashu, po se di nëna, thashu, se kam parë. Edhe, ruesha shumë se ajo me e ditë. Edhe filloj këte i kontrolo, në guzhin, kontrolo, në banjo, kontrolo. Oj, po të shmënd, thoshte, po të shmëndem, po dal nga fiqiri. Pse? Më ka unë vërteli, tha. Më ka unë vërteli i leshtrave. Bulkë, i thoshte mamit, bulkë, më ka unë vërteli. Moskë, e piqë telin e leshtrave. Jo, se kam parë nënë. Më vajtja ora 10, kam takim me doktorin. Më ngrit tensioni, më ngrit. Më vedëm bëhesh i qefi. Edhe, në një moment jaka, ajo ishte duke marrë frym me shumë siklet, se po ikte shumë. Ku po më lë zemra, tha, të dalë të marrë një firom i thot ajrit, frym. Të dalë të marrë një firom. Edhe hapëm derën e balkonit, unë e kisha varë këtili robave atje. Hapëm derën e balkonit, dënki bjeteli në balë. Kap delin dhe këthej, i thot mami tim. Me bulkë, pas kam rojitur. Rojitur është ku t'lejnë menjë. Pas kam rojitur. Teli leshrave në teli robave. Unë iki në banjo, nuk masha mo zonë. E harrojnë dorjen ajo. O, zonë, harroj. Njerë, para kësaj kisha boj i gjë tjetër. Tash, do t'a shof, e s'do janë ndaj sytë. E s'do t'i thema si fjalë. Edhe uleshën në përcepa, shëshpje, kalamama. E kuptoja jo. Edhe filloj të shmange, një herë, dy. Iqmi ato symë, tha mua. Edhe, unë prapë. Iq ato sy të thash. Unë hiq, vazhdojsh. I bulkë kriminell, ka do më vrasi, mi ka qepur sytë. Ja, e unë britoruan, vetëm e shisha i gjithë kështu. Kalama, se s'do isha kur që të ndanin prindrit, për mu ishte gjëja më e tmerrshme që mund të imagjinoj, po për ajo se kishte gjë, se nuk e donte. Kam i poezi fantastike për atë, po se ma e men komplet. Zot, që pasi e bove gjishët. Kjo poezia, baba i them, dëgjonte radion, besonte në ndryshim. Edhe thjatro është politika, ja kthente ajo me përçmim. Si them, neve kishim përqafuar revolucionin dhe shpresën, në Nataltë, do më thënë, se kishim përqafuar. Ne ishim ata që kishim harruar jetesën, duke përqafuar revolucionin dhe shpresën. Edhe nuk lanë do një porosi, apo pronë, si që mund të mendoni, vetëm dy fjalë të thjeshta, mësoni të jetoni. Se s'dishim të jetonim ne për sy pasaj. Edhe
e bukur ishte me gjithë ato, e kishte merak me i fjalë, merak bukurinë e kishte, sa që më thosh, moj Mimoska, vdekje të kishte, po pleqëri mos kishte. Vdekje të kishte, pleqëri mos kishte. Sa aq shumë e person të paraqitjen bukurinë. Po, qa lloj robi që ishte. Babai e quante mikroborgjezja me demek, kurse ajo për babain tim thoshte yrnek. E ti qa është yrnek? Ja. Do me ble një kështu stof ose një gjë dhe duhet marrësh një yrnek, një material të vogël. Qa është dojtë që ja? Yrnek. Mikroborgjezja me demek, ajo i thoshte babait yrnek. Mikroborgjezja, shumë interesant. Ai, po, erdi mikroborgjezja, kjo i thoshte, ja yrneku, yrnek. E di qa teatri ishte kur vinte ajo ore. Mund tjetë harën, na i thëjmë harën? Jo, ti do me ble një stof edhe monstra e stofit, ajo që të tregon. Për shembull, ne kur bëm atë për çantat, kishim ato ngjyrat që ishin e kuqe, kuadratat. Ai në gjuhën e kutyrës quhet model. Kurse në turqisht i thonë yrnek, po e kanë me atë që do me thonë ajo gjoja e veçantë me i fjalë yrneku. Edhe yrnek. Doli ky mafiozi që da aty, nuk e marrë veç qa është ky. Po imi i rob që di me shti me pistolet, së është aq i kollajshëm, po vjek të në drejt nesh. Është vesh dhe me ngjyra, po qa gringo ka dhe atë shikimin kështu për i kaubojs. Që kemi? Përshëndetje. Ishe boj zullumane, më farë. Nuk e bëra, erdi. Erdi, e? Më gjeti aty zullume. Të ngjyra ti pas ke kombinuar. Rashpre zullumqarve. Rashpre zullumqarve. Repre? Po më mirë pre se asi gjo, më. Provoj i palë dhomë qumshti edhe ti, se kemi aprovu dhe ne dhomë të qumshti. Edhe, e di si mund t'ja thush, mos e merë seriozisht. Të mësoj unë që ti thush, ka qenë e gjitha për provokim, nuk e kam pas fare seriozisht. Po jo, mëse së provokoj shumë, a them ose them. Ore. Nuk di të provokoj. Po si do përgjigjesh, se ato fillon sonte? Kjo nga pjotat. A histori, jo, më që lirë kam pjatët. Ishe afeksionume qik me këtë vajzën ti që ja bore këto pytjet? Afeksionume? Jo, po thjesht ka për mendimin tim, dhe më thonë tek unë ka përcjellë sa mesazhe negative që nuk duhet të ekzisten në moralin e dikujt. Që je i rrezikshëm je. Ke i vështrim shpuz, që për pak ma kaloj tej për tej zemrën, po i futa i firewall, edhe thash, jo, këti jo, i herë, jo. Masani shofim. Nuk të s'po të marrë mendim, ja. Hajde. Nuk po të marrë. Hajde në merë dhe ne noj mendim o Nuk e di, GMV. ja. GMV e pas ke bluzën? Ja. GMV po lexoj. GMV. Jo, GMV, këve. GMV. Hajde GMV. Ama qa ngjyrash pas ke vesh të tërbu me fare. Që e ke për ato toreadorët, si quen ato që kanë ato qafët e kuj që e bëjnë demin me udhë për pjetë. Torredo, se si. Këtu na kanë lënë dhe shumë gjona. O, që kënaqëm të bolloqere. O, që kina la leshma. Ja të leshin që e qethëm nuk e kemi la akoma, po mua bet jemi të kënaq. Po deshet visht, na lokoqitosh i qik me trut me ato historitë e tuja, hajde, se pak nga pak po mësojmë dhe ne me u bo, thashet e me i gji. Thashet e me i gji. Kur flet kjo Grejsa, e di si më duket, si kur e han njëherë gjithë botën, pastaj e nxjerr nga goja. E full stomak, pastaj e nxjerr reflet. Një formë urrëtie për çdo kënd. Bua. Që po të bro? Ka një formë urrëtie për çdo kënd. Më thënë, Bëhat shumë nervoz. kur sulmon, kënaqet, pavarësisht se është në të padrejtë.
Unë e kumë rejt një sent, aja që ka qep gjdo gjo që ndodhë, që as me lujt gjykatësën. Po rremëre si s'po të gatë mund kushty, për tjetër kënd, mos hinë gjdo muhabet. Unë kisha dje muhabet me Sarën, aja dhe ke thonë kitë femna për i roba qipse. Që ku më thonë femna që s'din, që në qatë ratë ishte Sara, një që s'din, me qip. Edhe unë talësha me të bëjsha i gare, që s'din me qip. Sikur aja që filloj të qesh me pikturën tone, me kështu që shiko zanat ato, je i nominuar, hajatët mozës, kështu që ko qef. E kja u që u bërti ty, ti e ke thonë, jo po ti se. Kishte pi një 50 kila dhe gresa. Që dje madhe janë, që pinë cigare, pinë këto, Po, të gjo fare. Po truni të pi veç kafe, veç cigare, veç... Të sene, ku menën ti mu shty me mu që u shtrej gjde dite, bëj diçka, punaj orën e punaj... Në thujer zbulimet e tuja, në thujer ti diskutojmë. Do rrëfehem, kam vendosur të rrëfehem. Hajde këtu, edhe mua më pytu njëherë, po pse vinë këtu? I thash janë po si derkishe. Po në gjami a rrëfehen njërësi, se s'le di. A rrëfehen ke hoxha? Se di, unë jam ortodoks. Ja se kena ato. Po ti qevi që dhja vetë, mërë burë. Në gjami rrëfesh për vete, lutësh të Zotja, nuk e kena ashtu më rrëfi. Si? Nga dole ortodoks ti? Nga dola? Po, mamin nga e ke? Të dy ortodoks. Mami origjinë nga Sukthi. Po? Kurse babi nga Durrësi, po një kështu të largët e kemi zbulu, do më thëmë, po është diku të 90% e sigur që kemi prejardë, do më në origjina është nga Voskopoja. Voskopojarë jesi, no? Pa i ka qenë kërë qyteti i gjithë Balkanit me zemë. Di, para se të bonte Korça, ka qenë qytetë Voskopoja, ka qenë. Po ti qeke i gjë e ndërlikume shumë. Po keni në i gjë ani nga Voskopoja, në i tokë, në i shpë? Ja, u bo... Sa bukur që është. Pa 150 vjetësh po flasim, 200 nosha. Po dhe, që E për si deshe se... zbulut këto rojnë të ju janë, di? Nuk e di, me tragimi kam, do më thënë. Si kemi emrin ti më? Sa mirë pak të mpidishe. Rufa. Rufa. Në përshomë gjyshen e kam nga Korça, nga Qishte. O qishti. Nga Qishte. O, si është ajo Korça, zot. Sa si ato molte Korçës është edhe vetë Korça, aq që mirë. Korça është e bukur, janë njerëz shumë kanë kulturë, kanë O, zot që ka qenë. O, zot që ka qenë. Nga i bjen kështu Voskopoja ka është? smit me Korçën, 20 po, a? minuta larg, po. Gjirokastër Kurqë, apo jo? Po Ato afer. E Gjirokastra më do këtë është afer Kurqës, a? Gjirokastra. Ajo. Ja. Afer shumë. Më falë se nga fjalla Korçë më kujtu një histori e jashtëzakonshme, po do ta them në herë tjetër. Pa i herë na thuaj këto historitë e tuja që ke zbulu, këto zbulimet, Këtu brenda? këto brenda neshe. Jo, thjesht po diskutoja për një diçka që mu edhe më ka prek si cunë që jam, kuptona? Edhe bile du edhe me një me bujarit. Me 6 mashkull. Isha duke diskutu shumë qetë me Vanesën për pjesën e lidhjes së sajt, kur e ka pas jashtë, edhe pjesën e lidhjes të brenda. Si ndodhi gjëja që u divorcu, po them, ka shkollaj. Po që nda me atë. Pa i serim. Se ai çuni mund të jetë akoma duke e vujt këtë pjesë, kuptona, dhe mund të ketë shkatru jetën, po them, se varet se dashuron ka qenë, nuk e di, po unë për shumë për dashuri bëj shumë, edhe nuk do më vinte mirë që t'isha pas sjarim në një largësi pa komunikim, edhe të nëllë të kjo dhe i gjoje, edhe t'isha akoma duke prit, se për të kërku një komunikim, një sjarim. Po. Edhe të bësh i veprim tillë, do më thënë ndarje, pa sjarim mund duket e të nashme. Shiko, ishte një moment këtu që më ka bërë përshtypje. Tani ky është thashë them shumë banal dhe i keq, po do ta them, meqense hape ti se unë si kisha vënë asnjë lloj rëndësie. Ishte këtu vini
Pa. Vini qëlloj në momentet kur kjo pati një ndarje me këtë, që ky i tha që unë paka shumë unë Prej çunit, pa. po, nuk vazhdoj dot. Po. Dhe Vini më tha këtë, mu qep kjo, tha. Shë. Pra, unë u trondita, si ma tha Vini këtë. Dhe thash, po dhe Vini egzageron. Në ato momente, pra dje ishte nda me këtë, në ato momente vje i thot Vini që nuk jam mirë, thot, dhe duaj që të më bësh një masazh shpine. Opa. Fillon Vini, sigurisht se Vini pastaj ra brënda, se më thoshte sa goce bukur, sa goce mirë. Unë s'flisja, se nuk mund t'i thoja që më thej kështu, se qa më duhet tani. Po t'i jap këto argumenta, se do të luftojnë shumë. Edhe i bëri Vini kërcitje shpine i gjëra, dhe kjo qeshte më i me të madhe. Harroj domethënë ndarjen. Kishte harruar edhe këtë ndarjen e djeshme, edhe unë u habita sa kollaj këto njerëz kalojnë nga një krah në tjetrin, dhe se sa thjesht i derdhin lotët e dashurisë. A kanë emociona, si në qenë nga Mi po, dhe nuk tujt. mund t'i thush, sepse në fundit ai mund thotë që unë ka që kam frekuencën, kaloj shpejt, kupton? Kaloj shpejt. Justifikim është më rregull, është me të Dhe vetën. kështu që nuk ishte çaj thu, po që kjo më ka bërë përshtypje, më ka bërë. Pastaj, kjo hyn ke zona e përshtypjeve, pasi lloj përshtypje ke unë. Po thjesht nga që jemi konkurrent këtu dhe duhet mbaj mend diçka për tipat, më bëri përshtypje kjo. Pastaj, ajo që më impresionoi akoma më tepër ishte që u bëi dyta ditë që prapë Vini më thoshte sa goce mirë, sa gjynaf, e kështu e ashtu, do me thënë, filloi ai të afektohej. Dhe iku. Nuk pati kohë për më tutje, sepse dhe këta e rimorën pak sa vetën. Po, imagjino, ti flet për një intermezzo nga Londra këtu. Unë po flas për një intermezzo këtu, brenda 24 orëve. Kështu. Tashi, Perëndina fal se mos i kemi hyrë në çik në hak, po këto janë gjëra që